Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje shqiptare në Zvicër. Ramiz Berisha, me origjinë nga komuna e Malishevës, ka qelluar me armëzjarri gruan e tij 38 vjeçare dhe më pas i ka vënë flakën shtëpisë duke vetë djegur brenda. 42 vjeçari shqiptar kishte një të kaluar problematike me bashkëshorten e tij, pasi më parë ajo e kishte denoncuar për dhunë në familje dhe sapo kishte dalë nga burgu. Çifti Berisha, të cilët jetonin prej vitesh në fshatin e Pagnit të Zvicrës, kishin së bashku 4 fëmijë të mitur. Gjatë incidentit tragjik, përveç armës së zjarrit, dyshohet se Ramiz Berisha ka përdorur edhe një granat, një detaj që ngre dyshime serioze mbi përgatitjen dhe qëllimin e paramendimit të krimit. Pas vrasjes së bashkëshortes, ai ka ndezur qëllimisht zjarrin në banesë, ku më vonë u gjeti pa jetë dhe vet. Fatmirësisht, fëmijët nuk ndodheshin në shtëpi në momentin e ngjarjes, duke shmangur një tragjedi më të madhe. Për të gjithë ata që komentuan disa ditë më herët për Ilirian, e cila u vra barbarisht nga i dashuri i saj filipinez, a do të dënjoni sërish të thoni se shqiptarët nuk janë po aq të hidhur sa të huajt, madje edhe më keq kur ju shkelet egoja mashkullore. Jam vërtet kurioze për të gjithë ju.